Policia e Qarkut të Vlorës mobilizon forcat për zgjedhjet e pjeshme të 9 nëntorit. Efektiv të policisë së Vlorës do të jenë në gatishmëri përgjatë gjithë procesit të votimit, por edhe numërimit të votave në zgjedhjet për kreun e ardhshëm të Bashkisë së Vlorës. Me qindra forca do të jenë në qytet për të mbarvajtur procesin zgjedhor dhe për të rritur sigurinë në zhvillimin e këtij të fundit. Sipas informacioneve të siguruara edhe nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Vlorës, thuhet se janë vendosur në gatishmëri 265 efektiv për mbarvajtjen e procesit zgjedhor që do të zhvillohet të dielën e 9 nëntorit, kur qytetarët e Vlorës do të kenë mundësi të zgjedhin kryetarin e ardhshëm të bashkisë. Sipas burimeve zyrtare, brenda Policisë së Vlorës, forcat e rendit për kryerjen e këtij misioni janë trajnuar paraprakisht për menaxhimin e situatave të mundshme përgjatë ditëve të votimit, por edhe për garantimin e rendit dhe e sigurisë publike në çdo qendër votimi. Efektivët do të jenë në detyrë që prej të shtunës, kur do të marrin në dorëzim qendrat e votimit, por edhe materiale zgjedhore të cilat gjenden brenda tyre. Këto materiale dhe qendra votimi do të ruhen deri në momentin e hapjes së procesit të votimit përgjatë ditës së diel. Policia do të monitorojë gjithashtu të gjitha ambientet se ku do të zhvillohet procesi, përfshirë këtu edhe qendrat e numërimit, por edhe 4 KZ-t e Vlorës, ndërsa do të qëndrojnë në gatishmëri edhe përgjatë gjithë procesit të numërimit të votave në KZ-t e qytetit, por edhe jashtë ambienteve të komisioneve zonale për të shmangur çdo situatë problematike e cila mund të lindë përgjatë procesit të votimit. Masat e sigurisë do të jenë në fuqi deri në përfundimin e plot të procesit zgjedhor, por edhe më pas në dorëzimin e të gjitha materialeve nga KZ-t dhe transporti tyre i mëpashëm drejt kryeqytetit. Në Vlorë janë 231 qendra votimi dhe 4 KZ të cilat do të mbahen në mbikëqyrje përgjatë gjithë këtij procesit, ndërsa në garën për kryetar të Bashkisë së Vlorës janë 3 kandidat. Gjithashtu, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit konfirmohet se në 5 bashkitë, të cilat do të zhvillohen zgjedhjet, një ndër to edhe Vlora, numri efektive të policisë, i cili do të jetë në gatishmëri të plot, është rreth 700.